Today, you and all true friends of Albania all over the world have seen the face of the authors of this criminal act. In order to change the government with force, they've hired paid bandits and criminals. Prokuroria e shtetit, pa as dhe një hetim të vetëm, pa as dhe një analizë balistike tjetër, lëshon urdhra arresti për të gjithë për të gjithë zinxhirin komandues të gardës, nga komandanti generali i gardës tek ushtari. Sigurisht që kemi pasur motivet tona për të lëshuar këtë urdhër ndalimi. Do të thotë kemi pasur dyshimet se këta persona kanë qenë të përfshirë në ngjarjet e ditës të premte, datës 21. Se cili nga komandantët e gardës do t'jetë disponibël 24 orë mbi 24 orë, por në kushtet e vazhdimit puçit. Nuk mund të pranoj që kjo të bëhet në shërbim të tij. Të arrestimi, kam thënë. Kurse ndjekja e tyre e lirë pa asnjë kufizim, ushtari, gardisti, urdhrin e ka nga rregulloria. Ka një rregullore që ai zbaton. Një gjë është e sigurt, që në ato borë, ai që shkel dhe që guxon të shkel, në rast se nuk largohet me shtënjet paralajmëruese, nuk do mund të largohet kur me këmbë. Dhe erdhi zero informacion nga ajo agjensi që krimin antikushtetuese ka objekt kryesor dhe që për cilën paguhen rreth 1000 burra e gra. Kush e shurtoi, kush e verboi, këto do shlutojnë.